Të nërë të rishikues, selamu aleikum. Mirë se vini në ciklin ton më të ri të emisioneve Familja. A keni dëgjuar ndonjëherë për një projekt i cili ju jep titullin i Zoti i shtëpisë, ju garanton gjysmën e fesë, por ju pajis dhe me qetësi dhe me mbulesë shpirtërore. Çdo të thotë të jesh i Zotit i shtëpisë, a do thotë kjo që do jesh një autokrat, apo një menaxher i cili drejton me frymën e ekipit, apo një lulishtar i cili mbjell pra faren e dashurisë në familje. Por këtu nuk po flasim për një vend pune, po flasim për një projekt madhor siç është familja, dhe si gjithmonë për të na ardhur në ndihmë dhe për ta shkoqitur më shumë këtë temë të cilën kemi ditën e sotshme, është musafiri jon i përhershëm, Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se erdhët. Mirë se vjetëm. Atëherë, si e trajton Islami rolin e bashkëshortit? Pra para se të na thoni cilësitë, a do të me qenë një bizotrues, diktator, një njeri që konsultohet, apo një punëtor që është shërbim të tyre? Pra, ku është Islami këtë mes? Në radhë parë, më së bukuri ose më së miri që e përcakton rolin e bashkëshortit në familje është Kurani, i cili i jep atij rolin e kujdestarit ose rolin e përgjegjësit ose e manetqarit. Pra është përgjegjësi, jo privilegj, që do ta shfrytëzosh. Po, është privilegj. Është privilegj me kuptimin e sevapit dhe shpërblimit që do të marrësh në botën tjetër, ama është përgjegjësi me kuptimin se duhet t'i japsh hakun. Dhe kur themi domethënë që bashkëshorti është shtylla e shtëpisë, qawam, nënkupton që ai ka barrën, ai ka përgjegjësinë, ai ka amanetin, domethënë ai duhet të mendojë për më të mirën e mundshme për veten e tij, për bashkëshorten e tij dhe për familjen e tij. Si më thënë, ai është barr, ai ka barrën, ai ka përgjegjësinë, ai ka amanetin. Normalisht që familja në Islam e ka një udhëheqës, e ka një të parë, dhe e ka një njeri që, si më thënë, i merr të gjitha mbi supe, ngarkesat kryesore dhe më të rëndësishme në raport me familjen. Po kjo nuk përjashton të tjerët nga përgjegjësia, dhe kjo nuk do të thotë që ai bën çdo gjë me mendjen e tij, sepse vetë profeti alayhis salam ka pas momente që ka marrë mendimet e bashkëshortëve të tij, pra ka marrë mendimin siç kemi rastin Hudejbijes edhe raste të tjera. Domethënë nuk është se ka qenë mendimi i tij taksativ. Kush janë disa nga cilësitë që duhet zotroj ky lider, pra sipas Kuranit dhe fesë? Le të themi butësia, të jetë i hapur apo arroganca, pra nuk ka dyshim se një musliman i mirë duhet të jetë i mirë kudo që ndodhet, dhe fusha më kryesore apo fusha më e rëndësishme ku muslimani duhet ta tregojë mirësinë e tij është brenda familjes së tij. Domethënë kur themi që me të vërtetë ne udhëheqim një familje, kjo nuk kupton që ne domethënë jemi në shërbim të saj. Vetë profeti alayhis salam ishte shërbim familjes, pavarësisht se ai ishte lideri, le të themi, i botës muslimane në atë kohë, dhe deri në ditë kiametit për sa i përket muslimanëve. Megjithatë, ai në jetën e tij familjare ishte tolerant, ishte domethënë i qetë, bashkëpunonte, kishte shpirtin e bashkëpunimit, ka qenë hokatar në familje, ka qenë domethënë i qeshur, njëri që domethënë bonte. I vinte edhe ndihmë, kemi përmendur dhe emisionet e kaluara. Domethënë një bashkëshort i mirë në radhë parë është në rregull me Zotin, pra me kuptimin nuk ka probleme për sa i përket haramit, halallit që sjell në shtëpi. Nuk ka probleme për sa i përket farzeve dhe detyrimeve që ka karshi Zotit. Mundohet në maksimum të ruhet nga harami, dhe mundohet që brenda familjes tij të jetë domethënë personi që mungon faktikisht. Pra burri në rastin e bashkëshortës, fëmia nëse i ka prindrit gjallë, vjerë dhe vjera në rastin e bashkëshortës. Pra ky i bie që të jetë baba dhe nëna e tij, dhe nëse ka antar të tjerë në familje, le të jetë vllai që mungon e kështu me radhë. Pra ai duhet të jetë domethënë në rolin e vet në familje që Zoti i Madh i ka lënë në rastin fjalë që është bashkëshorti. Pra ai duhet kuptojë se ka një rol i cili ka në vete, le të themi, edhe privilegjin deri diku, se si më thënë, nëse kjo familje shkon mbar dhe mirë, gjitha sevapet dhe shpërblimet do i vinë këtij. Po ka edhe përgjegjësinë që do të thotë nëse nuk e pa hakun, domethënë familjes nuk përgjigjesh ashtu siç duhet, do të thotë se përgjegjësia do t'i vijë atij. Në këtë kuptim pra ai duhet të jetë elastik, duhet të jetë tolerant. Pejgamberi alayhis salam tha,
nuk ka dënim më të madh se Zoti i jep një familje se sa dënimi i largimit të butësisë ndër anëtarët e kësaj familje. Pra ai duhet të jetë i butë, ai duhet të jetë i sjellshëm, ai duhet të jetë komunikues, ai duhet të jetë, domethënë, i atill që e sheh bashkëshorten e tij si ortake, si partnere për të qenë bashkë, domethënë për të ngritur familjen. Pavarësisht se ne gjithmonë themi burri ka më shumë përgjegjësi, siç e tha Zoti në Kur'an, "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja." Dhe faktikisht kjo është një ajet që dikush e kput gjysmën, ku thot Zoti thot në Kur'an burrat janë një shkallë më lart. Dhe faktikisht kjo është gjysma e ajetit. Dhe ne jemi mësuar me këtë histori të këtyre njerëzve që e kanë akuzën ndaj Islamit, si është ajeti i plot pra që për ajeti i plot thot gratë janë njësoj si burrat, po burrat kanë një shkallë më lart përgjegjësie. Ata çfarë bëjnë? Thon burrat janë një shkallë më lart se gratë, domethënë jo për zotni, burrat kanë një shkallë më të lartë përgjegjësie, sepse nesër pas nesër çfarëdo që të ndodhi, thuhet biri i filanit të bëri, ose në familjen e filanit. Pra, si Ania ka një kapiten, treni ka një mashinist, shkolla ka një drejtor, ministria ka një ministër, shteti ka një... Familja ka një lider. Dhe familja ka një udhëheqës, ka përgjegjësi dhe më të mëdha, sepse janë pjesa financiare. Kjo nuk do të thotë që ky është diktatori, ky nuk do të thotë që ky shpik çdo ditë rregulla nga vetja e tij, por kjo do të thotë që ky ecën, siç thot i Madhi Zot, siç na ka mësuar profeti alayhis salam, dhe konform rregullave dhe traditave të vendit ku jeton, sepse ne normalisht marrim konsiderat edhe vendin ku jetojmë në bazë të mënyrës se si e ndërtojmë islamin ton, pasi le të themi një kapitull i rëndësishëm brenda islamit është edhe marrja në konsiderat të traditave dhe zakoneve të cilat nuk bien ndesh me islamin. Atëherë në bazë të gjithë kësaj, një burr i mirë, një bashkëshort i mirë e ngren raportin dhe marrëdhënien e tij në jetën bashkëshortore. A është martesa, le të themi një kafazë e artë, siç përdoret rëndom. Pra, shumë meshkuj ankohen tek të martuar, tek beqarët që nuk na lejnë me dal. Pra, ku është kufiri që ndan Islami? Sa do të rri një bashkëshort me familjen, me bashkëshortën, dhe sa do të rri me shoqëninë, apo s'do të rri më fare me shoqëninë, pra e kishim edhe një Nahumbi. Jo, faktikisht ai është normalisht përgjegjësia është më e madhe, detyrimet janë më të mëdha. Njeriu, domethënë, nëse ka arrit, njeriu martohet kur ai arrin, le të themi, edhe pjekurinë e tij si njeri, por martesa e bën edhe më të pjekur akoma, e bën më të përgjegjshëm. Dhe normalisht nuk do të jetë koha e tij e lirë mbas martesës siç ka qenë koha e tij e lirë përpara martesës, sepse tani ka filluar dhe një përgjegjësi, domethënë nga sot e tutje ai do të japë llogari për 2 persona. Nuk do të japë më llogari vetëm për një person. Minimalisht për 2, se pastaj 3, 4. Po pra, po flasim si fillim. Po. Pra, për 2 e kështu me radhë familja. Kështu që normalisht, domethënë, normalisht që duhet të kushtojë rëndësinë e vet. Edhe kjo shkon sipas, le të themi, traditës dhe zakoneve ku jetohet. Pa ne nuk po themi që njeriu me të mbaruar punën duhet vinë në shtëpi dhe të mbyllet në shtëpi, por ka një, le të themi, dihet se ka disa hapësira ku njeriu mund të, derisa të vijë një moment dhe një orar ku njeriu duhet vinë në shtëpi patjetër, po, sepse në fund fare është martuar dhe kjo gruaja, domethënë, pret burrin e saj, i cili domethënë do t'i japë asaj hakun e saj në ngrohtësi, në dashuri, në përkushtim, po edhe në plotësimin e nevojave që mund të ketë familja, pastaj edhe nevojat, le të themi, e shtratit që ka çifti. Pra në këtë debatin midis grave që ankohen që burrat rrin me shokët dhe burrat që thonë s'po ndalen gratë me dal, ju që keni pjesën e grave që thoni shikohet familja njërë. Po, ka një të mesme faktikisht, pra edhe që burrit kufizohet nga jeta e tij dhe shoqëria e tij pozitive, edhe kjo nuk është normale, pra të kalojë situata në xhelozira, kështu edhe kjo nuk është normale, po edhe burri domethënë mas martesës të kalojë jetën e tij me shoqërinë siç ka qenë më përpara, edhe kjo nuk është normale. Pra le të themi ka një të mesme të artë ku njeriu edhe shoqërinë e tij, domethënë nuk e humb, pa lën disa orare më të vogla në një kohë më të zgjatur, me kuptimin e takimeve, dhe i përkushtohet normalisht më shumë familjes tij. Pra duhet gjej ekuilibrat dhe balancat, po, që mos cënoj askënd. Bukur, vim ke detyrimet financiare. Pra
si ndahet përgjegjësia e mashkullit edhe e femrës? Atëherë, le të themi prej detyrimeve ose detyrime që ka bashkëshorti në bashkëshortes tij është t'i sigurojë asaj dhe familjes t'i sigurojë, le të themi, shpenzimet, strehimin, nevojat personale që i nevojiten dhe normalisht pastaj nevojat, le të themi, nevojat e shtratit. Kur themi për shpenzimet, kjo nuk kupton që burri ka përgjegjësinë dhe barrën kryesore në familje për të ushqyer dhe për të kujdesur dhe për të përmbushur nevojat financiare të familjes. Ai ka përgjegjësinë dhe barrën kryesore. Në këtë kuptim, ai duhet të jetë një menaxher shumë i mirë i situatave dhe i rrethanave, po edhe i shanceve dhe i mundësive që i jepen në jetë në mënyrë që të sjellë halal në shtëpi, po edhe të sjellë diçka që është e mjaftueshme për familjen. Pra që t'ju mjaftojë dhe mos kenë nevojë, që familjarët ta vuajnë këtë pjesën e shpenzimeve. Nëse kushtet dhe mundësitë për shembull nuk janë që ai vetë ta mbulojë një gjë të tillë, atëherë mundet që edhe bashkëshortja e tij, le të themi, të bashkëpunojë me të në mënyrë që të sjellin të ardhura për familjen. Normalisht që menaxhimi dhe barra e menaxhimit bie mbi bashkëshortin, po dhe nëse bashkëshortja është ajo e cila sjell në arkën familjare, atëherë menaxhimi bëhet i përbashkët. Ky është kuptimi, aty me fjalë fillon me të vërtetë ajo sprova e njeriut mes asaj se si duhet të fitojë, se si duhet harxojë dhe se si duhet ta bëjë ekonominë e familjes. Por siç e tham, barra kryesore dhe përgjegjësia kryesore në këtë lloj situate bie mbi bashkëshortin, mbi burrin. A lejohet që se këtu janë dy pyetje, po të sqarojmë të parë më të rëndësishme. Në rast se burri nuk ka mundësi për momentin, siç ndodh shpesh në këto zonat e mesme, të botës mesme, jo të le të themi shumë zhvilluara, kur mbetet në hall, ti kërkoj imponueshëm bashkëshortes që të fusi dorën në xhep, ta themi kështu popullorçe. Po, ne e konsiderojmë jetën bashkëshortore si një trup i vetëm, kemi thënë, dhe nuk duhen parë këto gjëra. Madje unë çuditem ndonjëherë, kur gjoj t'ja vej kusht, mos t'ja vej kusht, shpenzimi duhet të jetë i këtij apo shpenzimi unë mendoj që jeta bashkëshortore është shumë më shumë se sa kush jep apo kush shpenzon. Pra normalisht këto gjëra nuk duhen parë. Po të drejtë, a ka tek pasuria bashkëshortes që t'ja kërkoj t'ja lyp? Të drejtë tek pasuria bashkëshortes është dy llojesh. Pasuria e bashkëshortes e cila vjen nga familja e saj, ose e trashëguar, ose e marrë përpara martesës, ose e fituar nëpërmjet një tregtie që ajo e zhvillon, këtu nuk ka të drejtë. Pra me kuptimin është pasuri e saj dhe ajo di vetë si ta menaxhojë. Ndërsa nëse flasim për pasuri të fituar me kushtëzim, që do të thotë burri asaj i ka lejuar që ajo të kryej këtë punë mas martese apo x gjë, atëherë burri në këtë rast ka të drejtë të vej disa kushte që edhe ai të përfitojë për kësaj gjëje. Unë mendoj që këto gjëra mos bëhen kështu, me të vizuara. Unë mendoj se gjërat duhet të jenë më të thjeshta, më elastike, më të kombinueshme. Të jenë konsultative, pra. Po, konsultative, po. Pra mos ndodhë siç ndodh në disa vende, për shembull, që shkon burri me gruan për të ngrënë një drek ose një darkë, gjithë secili pagun nga portofoli i tij. Këtë pastaj nuk e shoh normale, flas për mentalitetin, për traditën, po edhe për mënyrën se si e sheh Islami burrin dhe gruan bashkëshortën e bashkëshortët. Në fakt duket dhe natyra njerëzore se dhe buxhetet e shtetit, pra një është ai buxheti, pra të gjithë kontribuojnë brenda një, nuk mund ndahet gjithsekush atë që jep atë të marrë, kjo është. Dëgjojmë shumë shpesh ankesa, për shembull që thotë nuk më ka financuar pushimet bashkëshorti, ose nuk ka bler rroba firmato, ose bashkëshortja filanit ka një makinë shumë të mirë, pse më ka bler kaq lirë, pra. A ka, fillimisht burri është obliguar ta veshë bashkëshortën siç vishet vet, apo mund të ketë diferenca dhe së dyti si duhet ta veshë, pra deri ku shkon obligimi bashkëshortit për financim? Atëherë kjo kthehet, pra përgjigjja për këtë pyetje kthehet tek tradita dhe zakoni.
mënyra se si jetojnë njerëzit duhet ta bëjmë edhe ne. Pra, domethënë në jetën tonë përditshme, në përgjithësi gjërat shkojnë në përshtatje dhe në përputhje me njëri tjetrin, në mënyrën se si vishin, në mënyrën se si jetojnë në kështu me radhë. Kështu edhe duhet të jetë raporti bashkëshortor, domethënë, dhe nuk duhet domethënë që të bëj burri diferencime. Ai me të vërtetë obligohet, por edhe ky obligim nuk duhet të jetë le të themi në normat më të ulta, por duhet të jetë në normat mesatare të asaj që jetojnë le të themi njerëzit e kësaj shtrese në shoqëri. Pra ne nuk mund ta ndajmë domethënë pjesën tonë të jetuarit, si më thënë, në një vend të caktuar, sipas traditave të caktuara, ne nuk mund ta ndajmë veten të shpikim diçka të re. Ne do të jetojmë ashtu siç jetojnë gjithë njerëzit. Pra ideja është domethënë as mos të teprohet në kërkesa, po as edhe jo të jepet një zhvlerësim gjërave, pra të jetë tek e mesmja. Dhe më e saktë në këtë gjë është të jenë gjërat njësoj. Pra siç i merr burri për vete, ti marrë edhe për gruan e tij. Nga ana tjetër, është dhe një le të themi politika e sanksioneve ekonomike. Pra, në momentin që bashkëshorti ka pakënaqësi ndaj bashkëshortes, le të themi nuk i jep buxhet, nuk i alokon buxhet, ose i thotë që për shembull e kërcënon duke thënë nuk do ta blej këtë gjë, nuk do ta financoj këtë gjë. A ka drejt ta bëj këtë gjë bashkëshorti në rast konflikti? E harruma edhe pjesën e pushimeve. Gjithë çështja e pushimeve apo e komoditeteve kthehet tek mundësitë dhe kthehet tek modeli i ngjashëm. Pra, nëse modeli i ngjashëm i kësaj familje në shoqëri nuk i kalon pushimet ku e diun në Casablanca, ti si grua nuk ke drejt të kërkosh burrit të shkon në Casablanca sepse niveli juaj, modeli juaj i ngjashëm shoqëri shkon deri në Ksamil apo shkon deri në Valbon, për shembull, pra duhet të ecim me atë që është e natyrshme në atë që jetohet. Po edhe mos kërkohen gjëra të cilat janë mundësive. Ore gjithë kemi dëshirë për shembull të kalojmë pushimet Maldive për shembull. Po s'janë mundësit. Atë ku do i kalojmë, do të shkojmë në Durrës, do të shkojmë në jug, në Kosovë, në Lezhë, kur është atje domethënë, ne do të shkojmë në Vlorë kështu me radhë. Pra, edhe kërkesat duhet të jenë të logjikshme dhe duhet të jenë normale, pra të mundshme, mos të jenë kërkesa kacafiu kur i thon. Për shembull, nuk mund të kërkojë gruaja makinë, kur burri ka një makinë të lodhur për vete me zor po e mban. Po edhe nuk është normale që burri të ketë një makinë shumë luks edhe gruaja mos ketë makinë fare, të hypin autobus. Pra ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Pra gjithmonë, domethënë loja luan tek mesatarizmi dhe tek shkalla e njëjtë. Pra brenda rregullit që ju pak a shumë po deduktoni këtu është shikohet mundësitë. Pra brenda mundësive me qenë me kam tokë, domethënë as ekstrem shpenzim dhe as ekstrem kursim, domethënë po të jetë një mes me ar. Bëjmë një shputje të shkurtër. Jo vetëm kaq, po edhe një këshill, domethënë, shpenzimi më i mirë që bën burri është shpenzimi për familjen e tij, për bashkëshorten e tij, për fëmijët e tij. S'ka shpenzim më të mirë se sa ky. Ky është shpenzimi më i dashur te Allahu. Sepse nuk është sadakaja vetëm kur e japim jashtë, po edhe kur e japim në familje, në fëmijë. Pra për shembull, pse duhet kursejm, ndërkohë që mund të rregulloj kushtet bashkëshortes time, ndërkohë që mund ta kënaq bashkëshorten për çfarë po kursej? Ku do të çoj këtë lek? Kështu që më mirë ta shpenzojmë familje tek fëmijët, edhe ta kem situatën le të themi në dorë dhe në kontroll, sesa duke i mbajtur lekët dhe pastaj domethënë ka pak kënaqësi, nuk plotësohen nevojat që mund të ketë. Për këtë arsye kemi edhe do ta mbyllim pjesën e parë, hadithin e bashkëshortës së Ebu Sufjanit, e cila vjen një ditë tek pejgamberi alayhis salatu selam dhe i thotë o pejgamberi i Zotit, thotë Ebu Sufjani ka dorën shumë shtrënguar. Pra nuk jep lek, ishte tipi i tillë që nuk jep. Tha, a më lejohet mua që të marr diçka nga pasuria e tij pa e ditur ai? I tha pejgamberi alayhis salatu selam, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu në mesatarizëm. Sipas traditës. Sepse njeriu mund të dojë, ku e di unë, mirë po çfarë tha pejgamberi sa, merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu në
në tradit apo në mesatarizëm, tek mesatarja pra. Pra kjo është ideja, domethënë, që nëse qëllon vëlla se ka burra që janë të tillë, vëlla që janë shumë koprac. Atëherë në këtë rast i lejohet bashkëshortes që të gjejnë një formë tjetër të mirëmbajtjes vetes apo plotësimit të nevojave për fëmijët e kështu me radhë. Atëherë bëjmë një shkputje të shkurtër dhe rikthehemi ke sanksionet ekonomike nga bashkëshortet. Ja pra kur i kthyem sërish në studio. Atëherë folëm për drejtim dhe padyshim që drejtimi do të thotë në vetvete edhe përplasje, pra si të menaxhohet përplasjet e interesave e kështu me radhë. Më kujtove me ajetin ku Zoti flet për krijimin e njerëzit për herë të parë, kur i tha Zoti, unë do të vendos në tokë një halife, udhëheqës, drejtues. I thanë me lajket, po do të derdhi gjak, do të ketë probleme. Kanë thënë kanë kuptuar me lajket se do të ketë probleme në momentin që ta halife, udhëheqës, pra udhëheqësia ka edhe le të themi momente që duhet mbaj qëndrime. Akoma pa marr postin, fillojnë debatet le të themi. Dhe interesante me që hapet këtë pjesë se si Zoti i Gjithësisë edhe me lajket diskuton. Pra nuk thot kështu dhe pikë, por që i tregon vazhdon historish interesante. Sanksionet ekonomike, kur mund t'i aplikoj mashkulli dhe a lejohet t'i aplikoj apo jo? Ai është, siç e tham ne, përgjegjësi, kullukum mes'ulun, kullukum mes'ulan rajeti, ju gjithë jeni përgjegjës. Emanetçar dhe do t'jep një llogari. Duke qenë se është i tillë, normalisht që kur sheh se ka lëkundje, kur sheh që ka, le të themi, problematika të mëdha, ai normalisht mund të ndërmarrë, le të themi, sanksione, le të themi këshilluese, sanksione ekonomike, siç e thati, mund të ndërmarrë, nëse e sheh që kjo e ruan ose rikthen edhe një herë stabilitetin dhe qetësinë në familje, pra si një masë edukative. Këtu nuk bëhet fjalë që njeriu, domethënë, të pengoj nevojat, por le të themi bën sanksione në komoditete. Pra, si më thënë, heq dorë nga shpenzimet e tij në situatat e komoditetit, ndërsa pjesa e domosdoshmërisë, pjesa e nevojave nuk i lejohet atij të bëjë sanksione. Një pjesë shumë interesante, ose le të themi ku Islami ka vlerësuar, është se si vetë profeti Muhammed a.s. menaxhonte konfliktet. Pra heshte dhe mbante një qëndrim, le të themi, bojkoti me fjalë, kur kishte një pakënaqësi ndaj bashkëshortes. Pra nuk zgjidhte as debatonte, as pra le të themi, dakord, kjo pjesa e sanksioneve ekonomike që e ka shumë kufizuar, por kush janë etapat kur ka debate ose nëse mendon bashkëshorti se bashkëshortja po gabon. Pra si janë procedurat e menaxhimit të kësaj situate? Njeriu i urtë dhe i mençur është ai i cili nuk lejon që debatet të eskalojnë, pa të agravojnë. Domethënë, mundohet që të japi zgjidhjen gjërave në kohë. Për këtë arsye është mirë që njeriu, domethënë, të lexojë rreth kësaj fushë, të konsultohet, sepse domethënë janë momente, në momentin që njeriu di ta menaxhojë mirë situatën, domethënë ecën mbar dhe mirë. Dhe siç e thati ju, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas një tip të qetë, pra nuk i shkonte debatit deri në fund. I dilte, si më thënë, në përkrahje bashkëshortes nëse apo bashkëshorteve të tij nëse kishin drejt në një situatë caktuar, i arsyetonte shumë. Pra edhe pse ndoshta veprimi mund të ishte shumë jo i këndshëm, ai shumë arsyetonte, saqë kemi disa raste të regjistruar nga jeta e pejgamberit alayhis salam, për shembull një situatë që ka përmend Zoti në Kur'an, ose 2-3 situata që i ka përmend Zoti në Kur'an, për shembull rasti kur u bën gjitha bashk dhe i kërkonin kushte më të mira jetese, dhe ka përmend këtë Zoti në Kur'an. Ose kemi rastin e surës Tahrim, që prapë ka përmend Zoti në Kur'an, pa bën le të themi një komplot ndaj tij sallallahu alajhi wasallam, komplot në thonjza pra, ndaj tij sallallahu alajhi wasallam. Dhe si e menaxhoi profeti sallallahu alajhi wasallam për njerëzit që ndoshta nuk e dinë? Pejgamberi alayhi wasallam ka dhënë si fillim një përgjigje, por kur kuptoi se forcia e tyre vazhdonte, u tërhoq.
Dhe solli Zoti ajetin kuranor që ju tha in kuntum turidna al-hayat ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna mata. Pra ju tha Zoti nëse ju kërkoni kushte të mira, pra komoditete, se ato në fakt po kërkoshin komoditete. Komoditete, okay. Komoditet, pra nuk po kërkoshin gjërat nevojshme. Po kërkonin siç kanë të tjerat e ku dëgjon e tjerë tjerë. Mirë, po pejgamberi sa nuk kishte ardhur për të përmbush dynjan, ai kishte ardhur për të përmbush misionin e Zotit. Edhe Zoti e trajtoi, pastaj kemi surën Tahrim, pra e njëjta gjë që vetë Zoti, domethënë si më thon ndërhyri për ta nxjerrë profetin nga situata, sepse profeti alayhi salatu sallam ka pas një natyrë që prekej dhe i përjetonte gjërat. Domethënë ishte tip që thoshte fjalën e tij kur e shihte se situata nuk po shkon tërhiqej. Domethënë nuk është se ndërmerrte hapa të tjera për të thënë. Madje kemi historinë e njohur, historinë e Omerit, historinë e Abu Bekrit, të cilët duan të hakmerren ndaj vajzave të tyre kur morën vesh se po bëjnë le të themi kështu një komplot, le të themi kundër pejgamberit alayhis salam, edhe pejgamberi sa dolën në mbrojtje të vajzave të tyre, pavarësisht se debati ishte prej tyre. Drejtave të grave. Po. Edhe kemi një gjë shumë interesante prapë që transmetohet. Një herë vjen Omeri në shtëpi dhe gruaja i bën shumë llafe. I flet shumë. Omeri çuditet. Nuk s'kish bërë ndonjëherë vaki që gruaja ti ngrinte zërin te apo se të kërkonte ose diçka e tillë, nuk e dëgju. Edhe Omeri më thon drejtën ka qenë tip, siç e dim të gjithë, tip i serë, domethënë nuk e duronte kollaj. Ç'net aty kështu sot ta? Ajo çfarë i tha? A të duket vetja më i mirë se pejgamberi sam? Hafsa më ka treguar se ndonjëherë debatojnë me zë të lartë me pejgamberin alayhis salatu selam. E morim mësimin Omeri. Edhe këtu vjen historia e atij burrit, i cili kishte pas probleme me bashkëshorten e tij dhe shkon të konsultohet me Omerin. Kur shkon tek shtëpia e Omerit, flitet mas vdekjes pejgamberit alayhis salam. Ngjon që gruaja po i fliste me zë të lartë Omerit. Dhe tha ai me vete, kur Omerit i flit ka kështu, tha lerat muhabet. Mirë, po Omeri e pa, e thiri, po ti tha, po përgjoje këtu, tha, jo tha, po si është puna? Tha kështu, qeshi Omeri radhiyallahu anhu tha, kaloje këtë punë. Pra ideja është që është normale që në jetën bashkëtorë të ketë debate, të ketë edhe gabime. Domethënë puna është se si do të menaxhojmë situatën. Dhe mënyra më e mirë për të menaxhuar situatën është butësia, qetësia, maturia, konsulenca dhe mos përplasja, sidomos në moment që mund të shkaktojë, domethënë le të themi, mund të japi edhe efekte të tjera negative. Mirë është që të lihen gjërat, mirë është që pastaj ne duhet kuptojmë se gjithë secili prej bashkëshortit dhe bashkëshortes kanë natyrën e vet. Pra bashkëshorti duhet ta kuptojë se gruaja do dëgjuar, do miratuar, do dhënë drejt. Pastaj gjërat vinë sipas mundësisë. Mirë, por ne çfarë bëjmë? Në momentin që gruaja shpreh diçka, ne më njëherë përgjigjemi. Shpreh diçka tjetër, prapë përgjigjemi. Ndërkohë që kjo nuk funksionon kështu me fjalë. Pra lëret shprehet, miratoja, po inshallah do të mundohemi, hajde ta bëjmë bashk, hajde më ndihmo dhe ti se unë s'mundem vetëm, etj. Pa mundohu ta mirë kuptosh. Sepse gruaja, natyra e saj është e tillë, ndërsa mashkulli ka një natyrë tjetër. Pra ne duhet kuptojmë se jemi dy, le të themi, natyra të ndryshme dhe gjithë secili duhet për këtë arsye plotësojmë njëri tjetrin. Se po të ishim të dy njësoj, nuk do të shkonte. Kështu që Zoti ka krijuar të ndryshëm që të plotësojnë njëri tjetrin. Pra është normale që një jetë bashkëtorë të ketë, le të themi, debate, të ketë konflikte. Për këtë arsye dhe përshkallëzimi që ka dhënë Kurani është një përshkallëzim që mos shkojë situata në divorc. Qartë. Pra le të themi arti i menaxhimit të konfliktit, që mos shkojë situata në shkatrimin e familjes. Pra sidoqoftë puna, le të ketë sanksione, le të ketë tërheqje nga shtrati, le të ketë zemërim, le të ketë edukim, po puna mos shkojë deri në divorc. Kjo është ideja, pra, domethënë, mos shkojë puna deri në divorc. Pra, palët duhet mësohen me durim, edhe të kuptojnë se gjëja më e mirë që mund bëjnë në jetën e kësaj bote mbas adhurimit të Zotit është familja, e cila do mbrojtur, e cila ka sakrifica, e cila ka përgjegjësi, se po të ishte kaq kollaj puna, domethënë atëherë do shkon se çdo gjë lule. Jo, nuk është kështu. Të krijosh një familje, të mbash një familje, ta ruash një familje, ta konsolidosh një familje, të ikesh nga kjo botë me një familje të shëndetshme, është xhihad, është një luftë me vetveten, është sidomos në këtë kohë që ne jetojmë, që të gjithë jemi dëshmitar të faktit se si familja është vënë tani në shinjestër.
Qartë. Dhe le të themi kështu, ëmbëlsira për në fund, a e këshilloni që beqarët ta shohin këtë emisionin e sotshëm, se ndoshta trembën dhe nuk stimulohen. Jo, beqarët do ta shohin këtë emisionin e sotshëm të shoqëruar me emisionin e radhës që do të jetë për bashkëshorten. Kështu që jo vetëm burri, domethënë ka, le të themi kështu, kaq shumë ngarkesa dhe kaq shumë detyrime, po janë gjëra të lezetshme që ja vlen. Themi ne nga anët tona, ja vlen barra qeran. Kështu që është e vërtetë që burri ka dhe përgjegjësi, se nganjëherë ne mendojmë se jeta bashkëtorë është qefi i madh dhe ti do të jesh ai që dëgjohet. Jo, ka dhe përgjegjësi. Për këtë arsye domethënë ne sollëm atë anën tjetër të medaljes. Po do marrësh pozicion, do marrësh një postë të rëndësishëm, do marrësh një postë të rëndësishëm, desh lider i familjes. Edhe çdo gjë stimulojmë pak se ndoshta mund të ketë njerëz që janë intimiduar, janë tremur. Okej. Por fillojmë që të na djesh dhe emisionin në radhë se do të jetë për bashkëshortën. Për bashkëshortën këtu besoj janë të gjithë. Pastaj do të bëjmë barazim. Hoxhë nderoj, falenderoj në emër të teleshikuesve që ishit sot me ne. Sotësh. Gjithashtu ju falenderoj teleshikues nderuar që ishit me ne sot në studio. Deri në emisionin e radhës, asalamu alaikum.